Këngëtari i njohur serb i Turbo Folkut, Aca Lukas, mbrëmë ishte i ftuar në një lokal të njohur në Kavadar, por performanca që kishte filluar u ndërprer pa prit mas rreth mesnatës. Sipas dëshmive të pranishmëve, të publikuara në disa portale, policia ka hyrë në objekt dhe e ka ndërprer programin. Atmosfera ishte super, derisa Lukas ndërpreu këngën në mes, nuk e kuptua menjëherë çfarë po ndodhte. Pastaj pam që kishin ardhur zyrtar të policisë, tregojnë mysafirët për Wikimedia. Sipas tyre, këngëtari është ankuar shkurtimisht dhe është fjalosur me zyrtarët, pas së cilës është larguar së bashku me ta. Publiku ka pritur rreth gjysmë ore që ai të kthehej sërish në skenë, por nga organizatorët është njoftuar se Lukas është dërguar në stacionin policor. Nga institucionet kompetente priten informata zyrtare për arsyet e intervenimit. Aca Lukas përndryshe ka paralajmëruar një koncert të madh në Shkup, i cili duhet të mbahet më 20 dhjetor në arenën Jana Sandanski. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, është takuar me Ragip Xhakën dhe strukturat e kësaj partie që janë në Zvicër, me të cilët ka biseduar për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Hamza ka vlerësuar kontributin e Mërgatës për Kosovën, duke thënë se ky kontribut e tejkalon çdo distancë dhe kufi. Kontributi i Mërgatës për Kosovën tejkalon çdo distancë dhe kufi. Me Ragipin dhe strukturat e PDK-s në Zvicër, biseduan për zgjedhjet e 28 dhjetorit, për forcimin e lidhjeve me ADEON dhe për rolin e pazëvendësueshëm të Mërgatës në zhvillimin e vendit. Nder dhe respekt për angazhimin e tyre, ka shkruar ndër të tjera ai, ndërsa ka shpërndarë edhe një foto ku qëndron pranë Ragip Xhakës, babait të futbollistëve të shquar.